Devotshmëria në Kuran. Kurani i shenjtë thekson rëndësinë e devotshmërisë në shumë sure dhe ajete. Është përmendur në 38 sure të Kuranit. Fjala tekva dhe të gjitha derivatet e saj në gjuhën arabe, itaku, yetakun, mutakin, teki, uaka e tjerë, të cilat lidhen me kuptimin devotshmëri, frikë, respekt ndaj Allahut. Shifra e saktë e pranuar nga dietarët e gjuhës dhe tefsirit që përmendet në Kuran është rreth 258 herë me të gjitha format e rrënjës UKJ. Kjo përfshin tekua, mutakin, iteku, yatakun, teki. Allahu i madhëruar në ajetin 102 të surës Al Imran thot: O ju që keni besuar, jini të devotshëm ndaj Allahut, ashtu si i takon atij. Kjo frazë konsiderohet prej shkallëve më të larta të devotshmërisë dhe më e përkryera, sepse përfshin largimin nga çdo mëkat, gjunah, padrejtësi, armiqësi dhe afrim tek e vërteta. Në tefsirin Durur Menthur është transmetuar nga i dërguari i Allahut, paqja e bekimi i Allahut qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, se kjo frazë do të thotë ti bindesh Allahut dhe të mos bësh gjunahe, ta kujtosh dhe ta përmendësh për ta falendëruar e të mos e mohosh. Kurani famlart na tregon se njerëzit më të nderuar tek Allahu i madhëruar janë të devotshmit. Ai është mbrojtësi i të devotshmëve, i fal, i do dhe është me ta. Në botën tjetër, të devotshmit nuk do të pikëllohen e as nuk do të kenë frikë. Allahu i madhëruar në shumë ajete kuranore ka premtuar se për të devotshmit është përgatitur xheneti. Allahu i madhëruar thot: nxitoni drejt faljes së gjunaheve nga Zoti juaj dhe xhenetit, hapësira e të cilit është sa qiejt e toka dhe që është përgatitur për të devotshmit. Dhe vërtet, të devotshmit do të jenë në kopshtet e xhenetit pranë burimeve. Në një tjetër ajet, Allahu i madhëruar thot: sa e mrekullueshme do të jetë shtëpia e të devotshmëve. Ata do të hyjnë në xhenetet e Adnit, ku rrjedhin lumej dhe ku ka gjithçka që ata dëshirojnë. Kështu i shpërblen Allahu të devotshmit. Ndërsa në surën Furkan, ajeti 15, Allahu i madhëruar thot: thuaj, a është më i mirë ky apo xheneti i amshuar, i cili u është premtuar të devotshmëve? Ai do të jetë për ta shpërblim dhe vend kthimi. Ka shumë ajete të tjera që flasin për këtë temë, po për arsye kohe e vendi nuk po zgjatemi. Devotshmëria është frikë respekti ndaj Allahut në kuptimin e plotë të fjalës. Ndërsa personi që devotshmërinë e ka bërë filozofi të jetës së tij dhe ndjenjat, mendimet e punët i orienton në bazë të këtij kriteri, quhet i devotshëm. Për të arrirë në devotshmërinë e vërtetë, mund të thuhet se ka një rol të rëndësishëm këndvështrimi i kësaj bote. Kjo botë ka dy anë që njeriu në tërheq edhe nga e mira, edhe nga e keqja. Allahu i madhëruar thot: friksojuni Allahut dhe dijeni se Allahu është me të devotshmit, dhe Allahu me të vërtet i do ata që janë të devotshëm. Devotshmëria është qëllimi i adhurimit. Në ajetin 21 të surës El Bekare thuhet: o njerëz, adhuroni Zotin tuaj që ju ka krijuar ju dhe ata para jush, në mënyrë që të bëheni të devotshëm. Pra, devotshmëria është objekti përfundimtar i të gjitha adhurimeve. Komentuesit e Kuranit e kanë interpretuar adhurimin si devotshmëri. Gjindët dhe njerëzit i kam krijuar vetëm që të më adhurojnë. Devotshmëria është kusht për pranimin e veprave. Allahu i madhëruar në surën El Maida në ajetin 27 na njofton se ai pranon vetëm veprat e të devotshmëve. Allahu pranon vetëm prej të devotshmit